zëri nuk është vetëm tingull. Është ëndër që formsohet çdo ditë. Në këto korridore lindin hapat e parë të një pianisti. Në këto klasa forcohet zëri i një solisti. Në çdo notë të shkruar ndërtohet themeli i një artisti. Muzika kërkon disiplinë, durim, por mbi të gjitha kërkon zemër. Rëndësia kësaj shkolle të muzikës në Gjakov është jashtëzakonisht e madhe, tu marrë parasysh edhe kulturën, traditën që Gjakova mbart në vete. Shkolla muzikës është hapur që është në vitin 1970 si shkollë ulët e muzikës, dhe pastaj është hapur në vitin 2009 edhe si shkollë mesme e lartë e muzikës, ku kemi startuar me klasën e 10 dhe pastaj tutje, pra me vendim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Dallimi i kësaj shkolle është e veçantë, vetë shkolla muzikës jep me kuptu se këtu zhvillohet arti në tërësi. Karakteristik apo natyra e punës është krejtësisht tjetër. Vlen të ceke që në shkollën e muzikës nxënësi flas për shkollën e mesme të lartë, nxënësit të cilët janë në klasën e 10, 11 apo të 12, nxënësit që ndrojnë pothuajse tërë ditën, pra ky mësimi tërditore i cili është bërë 3 vitet e fundit në Republikën e Kosovës, ne kemi startuar që ta mbajmë mësimin tërditor, për shembull nxënësit këtu që ndrojnë që nga ora 8 e mëngjesit dhe që ndrojnë në shkollë pothuajse deri në orën 16, 17, 18 apo 19. Domethënë se shkollë jemi jashtëzakonisht edhe ndjehemi me fat që shkolla jonë ka pasur mundësinë dhe privilegjin të interpretoj në salla ndoshta më të njohura të muzikës klasike, në ato salla të cilat edhe ne mësojmë apo është ëndër secili muzicant. Nxënësit tanë kanë marrë pjesë 2 herë në sallën filharmonike të Filharmonisë së Berlinit, pastaj në Vjenë kena interpretuar me orkestrën e shkollës. Nxënësit ishën nxënës dhe mësimdhënës aktual të shkollës, ku kam qenë po ashtu dhe vetë me fat sepse kam dirigjuar në atë orkestrë bashkë me instrumentistë vjenez, po ashtu dhe kolegu im Pëllum Vula. Pastaj kena interpretuar në Rumani, në Latvi, në Francë, në Gjermani, në Zvicër, në Bullgari, në Turqi. Këto janë disa nga shtetet të cilat shkolla ka pas fat me interpretu. Edhe jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe ndihem krenar si drejtori i shkollës me gjitha këto zhvillime, duke marrë parasysh që buxhetet janë jashtëzakonisht të kufizuara, dhe ndoshta kjo është një nga hendikepet të cilat institucionet kohë pas kohë ndoshta ballafaqohen, mirë po vlen të ceket edhe duhet të falendëruar gjithsesi edhe Kuvendin Komunal të Gjakovës, të cilën ndër vite kanë ndihmuar dhe po ndihmojnë institucionin e shkollës së muzikës Prankjakova Gjakov. Realisht gjatë kësaj periudhe ku neve punojmë për shkollës 10 në këtë rast, gjatë të 3 viteve që kanë studimin, që përgatiten për vazhdu tutje pastaj në fakultet, atëherë është kjo koha kur ne kuptojmë saktësisht në cilës kategori vokale i përshtatet, është i sakton studentin këtë rast. Pjesë po ashtu që janë muzikore që kanë edhe një tekst mbrapa, shprehin emocionin, duke u referu për ngjarje që tregon partitura. Emocioni është një diçka shumë e mirë që shprehet në formë më të mirën për një muzikanti këtë rast, do mos këngëtari që e quajmë një interpretim të kompletuar. Teoria dhe interpretimi janë praktikisht lidhura me njëna tjetrën. Një nxënës për me fillu me interpretu, s'pari e kupton teoretikisht notat, e kupton leximin e notave, e kupton që është muzika, cilat janë llojet e instrumenteve, e kupton llojet e akordeve. Pra, teoria është hapi i parë për me kalu mandej tek profesionalisht tek interpretimi i instrumenteve. Varet, nëse po flasim për shkollën e mesme, patjetër që ndoshta lënda e harmonisë apo teoria muzikore jo ndoshta prej fillimit, mirë po mandej hyrja në harmoni kur
puna me katërzëshmërinë dhe me zgjidhjen e detyrave të harmonisë, kur shtohen akordet, llojet e akordeve, të periudhave të ndryshme. Këtu kemi pa që nxënësit kanë pak vështirësi, pasi edhe kjo nuk i përshtatet kohës që jetojmë sot, duke është lloji i njëjtë i muzikës që punohet sot. Mirë po, është krejt këto sfida janë diçka që që nxënësit arrin, nuk janë të patekalueshme. Ka histori që nuk mbyllen me një diplom. Ka rrugë që vazhdojnë në të njëjtat korridore, por me hapa më të sigurt. Unë që kur kam qenë i vogël, kam pas pasion për instrumentin e gitarës, edhe kur ja kom nis atëherë prej klasës 2, ja kom fillu me mësu instrumentin e gitarës, edhe tuar në shkollë muzikës, edhe më konë shumë i emocionun që ja kom nis me mësu instrumentin. Spari kom vazhdu shkollën fillore, shkollës muzikës, pastaj kom vazhdu shkollën e mesme se kom dashur të bëj një klarinetiste profesioniste, edhe jem të vazhdu mi kry shkollën e mesme, por më shumë as në fakultet edhe më bëj një klarinetiste profesioniste. Çdo notë që shkruhet këtu nuk është vetëm një simbol në pentagram. Ajo është një hap drejt një ëndre. Në këto klasa notat mësohen një nga një, por me kalimin e kohës ato bëhen melodi, bëhen guxim, bëhen zë. Sepse muzika nuk lind në skenë, ajo lind në heshtjen e ushtrimeve, në përpjekjet e përsëritura, në çdo frazë që kërkon të gjej tingullin e saktë. Dhe kur dritat fikën, ajo që mbetet nuk është vetëm tingulli, por rrugtimi që e krijoi, një histori që jeton çdo ditë.